أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. الله نفalënderojmë për këtij fali dhe ndihmë kërkojmë kanë Allahu subhanahu wa taala. E udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb, ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin rrugën e tij me përpikshmërim. Lëni radhë të parë t'ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që në këto minuta të cilat do t'i kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Do të vazhdojmë inshallah taala me atë standardin ton që e kem në ligjëratat tona, që një javë është për jetëshkrimin e Omerit radiallahu anhu dhe një javë për librit Smundja dhe Ilaçi. Këtë të diel inshallah taala e kem e ka radhën, apo më thonë libri Smundja dhe Ilaçi, që autori këtij libri është Ibn al-Qayyim rahmetullah alayhi, sikurse që e dini ju krejt. Po du me kujtu edhe një herë, realisht me ja kujtu vetës, po edhe juve, se kom thonë këtë në ligjeratën e parë, kur e kem bajt, e kom përmend atë fjallën e Shek Abdurrazakut, Allahu e rujt një për djetarëve të Medines, thot Shekhi, thot, nuk ka begati më të madhe për ty o djali i ri, se me e marë librin Smundja dhe Ilaçi, me lexu dhe me studiu ata. Begati, edhe unë vallaj për vetin në radhë parë shoh, pastaj edhe për juve, vetë tema që i ka trajtuar Ibn al-Qayyim rahmetullahi në këtë libër, vallaj sikur se Ibn al-Qayyim e thon me plot gojë dhe besoj që nuk e teprej këto çka du me thonë me plot gojë, se nëse themi se Ibn al-Qayyim e ka shkruar për zamanin tonë, zgabojmë. Edhe pse se ka shkruar për zamanin tonë, e ka shkruar për këtë zamanet. Se Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayh ka jetu domthon para 700 viteve. Shqoj, para 700 viteve, edhe këtu delm pa dia e dietarëve, dhe kështu është do të thotë ajo metodologjia e dietarëve që Zoti na bof nasib çdo herë me ndjek metodologjinë e tyre dhe me hec hapave të tyre, ato para marr parasysh çfarë do kohë që flasin, shkruajnë fjalët e tyre. Nëse ju mbesin njerëzve ato, do të thotë ju përshtaten çdo kohë, edhe nëse është 700 vjet mbas, që tash tema sonte që na inshallah taala kemë me trajtu së bashku është për temave madhështore, që secili prej neve ka nevojë, edhe unë që po flas, edhe ju që po ndëgjoni, kem nevojë për me e trajtu domosdoshmërinë e shpresës. Besimtari po shpresë nuk mundet me qenë besimtar produktiv. Besimtari po shpresën në Allah subhanahu wa taala, adhurimi i tij është i mangët. Besimtari për me kuptu drejt, që shtot Ibn al-Qayyim rahmetullah alayh, që sa bukur e përshkruan apo e përmbledh si kompletohet besimi i besimtarit në jetën e tij, në praktikën e tij ditore dhe në jetën e tij kësaj në këtë botë. Thot besimtari i ngjason, thot është sikur se shembulli i një shpendi, që trupi i atij shpendi në kupton çka tawakuli, mbështetja në Allah subhanahu wa taala, ndërsa thot shpresa edhe friga që duhet barazi me hec me besimtarin, bashkë me tawakulin, mbështetjen në Allah, i ngjasojnë thot dy krahëve të shpendit. Nëse një shpend ndonjërin pikë dy krahëve e ka të lëndum, s'mundet me ndodh tek ai shpend, do të thot me ndodh çka, me fluturuaj dhe me shtegtu tek dëshirat e tij, me kalu prej një vendit në një vend. Është iman. Kështu thot është edhe besimi, nëse robi tawakkulin, mbështetjen në Allah nuk e ka si duhet, apo e ka tawakulin, po i mungon balancimi i këtij tawakuli, është shpresa dhe friga. Se disa me shpresën e tyre të teprume kanë kalu në grupin e grupin e murxhive që është njihen. Kanë thonë, thuaj besum Allahun, në mbas ja ke gajden autën.
Grupi tjetër ka dalë menherë për balë tëne, kanë dalë Khawarizd. Veç frikë, veç xhehenem. Ja, ka dalë e besaj, Allah ka folë edhe Kur'an edhe për xhehenemin, po edhe për xhennetin. Kur'ani i stërmbushur me frikë edhe me shpresë. Besimtari këto duhet me qu bashkë, dyjat duhet me qu. Duhet me qu bashkë dyjat për me qenë rrugtimi i tij deri drejt Allahut subhanahu wa taala. Çish ka thënë Ibn al-Qayyim kur e përmend këtë kapitull pi kapitujve që thamë domosdoshmëria e shpresës apo domosdoshmëritë e shpresës. Thot Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi, wa mimma yanbaghi an yu'lama anna man raja shay'an istalzama raja'ahu umuran. Thot ai që shpreson, ai që shpreson në realizimin e diçkaje duhet me i plotësu 3 gjëra. Ibn al-Qayyim tash po don më na fol, po do më tregu, nëse ti don me realizu diçka, këto 3 gjëra duhet me të shoqëru ty në qatë dëshirën tonë dhe në shpresën tonë dhe për me realizu që ato shka jetë të estinu. E para thot, mahabbetu ma yarju, ta doj atë të cilën e shpreson. Njerëz që ka shpresojnë, për shembull, po thëmë kushtimisht me marrë si shembull, ti shpreson mu martu, shpresën edhe dëshirën mu martu e ki, po hala në syrin tonë nuk është një që ti ato e donë. Aje ka po tha njetë mu martu, ajo një gjasona se i thani, se një ka thonë tha, pesh që të ndeti e filterja në zjarëm. Për me kërku peshkën, du të me marrë me qitë në filtere, me pjek, me përgadit. Dush me dosh, disen që e realizon. Tash na po flasim në aspektin fetar. Ti thush unë e du Allahun. E du Allahun, po a mjafton veç me thonë e du Allahun? Dush me shpërsu ato. A mjafton veç kjo? Ja, është e tjetra. Khaufu min fawatihi, të këtë frikë sa jo që ka e dënë, dhe të thotë, ati i shpeton po ju realizua jo. Tutet mos po i ka të shka të shpërsu kjo. Edhe e treta, të bëj që është e mundur për realizimin e saj. Qëto me i marë me i përkëthy të rria që i ka përmendim në Qayyimi, Allahun për me dasht dueshka me njoft. S'mund është me dasht Allahun pa njoft. Nëse dikush pretendon se e don Allahun edhe se një Allahun, kjo është dashuri e verbër. Që ta njeriu, stash këtë teme gjatë, tash me vëmë janë nisu në qështu me gjatë, atë 45 minutë që e kena qitë 50 mas shumë të atë limitin e ligjeratës, bohet double bohet 140. Se njeriu gjën e parë që e ka obligative, dhe në tash po du me bon një thirrje, një pjesë e juja e din, këtu në xhamin tonë, sot një javë ka pas deure, seminar ka pas për me e njoft të uhidin, kuptimi të uhidit. Që kjo gjëja e parë një që të dush me njoft. Edhe para namazit, edhe para avdesit, para se me mësu me marë avdes, që dush me njoft, kusht ka obligu me marë avdes. Se nëse na e marim avdesin e marim, po se dim kush na ka urdhru me avdesin, qëfar kimeti, qëfar vlere ka avdesi. Për atë një obligimi i parë i njerëzve edhe i e gjinëve që kanë është ma'rifetullah, me njoft Allahun. Edhe na me disa djemë këtu xhamis tonë, qytetit tonë, kem nisë një rukëtim përbasht me njoft Allahun. Gjdo 2 javë, nështë ta me pa interesimin e vëllazëve, pëse edhe gjdo javë e bëjmë. Kur gjësë është, tek pa kur e dënë, pe marrë si shembull, po thamë, kushtimisht. Ne jetojmë kohën e serialeve. Ka dikush e ka një farë serialit. Ashtë të dikush e këshyrë Othmanin, të parandorisë Osmane, dikush e këshyrë Ortogrullin, dikush e këshyrë, nësë ti përmendë, në përmendë që të zhjëm ma pak haram. Se ka se ndë harami të autën, ta shtu mi përmendë që mi bo reklamat. Ai se len mi ik, e ka datën, e ka kur del programi i ti, seriali i ti, e din ditën, e din orën, se huq, pse se e donë? Që apet
që kjo na kthen tek pika e parë. Ai e don, çka tha Ibn Qayyimi, për me arrit njeriu, me realizu ato çka e shpreson, e para duhet me dasht ato. E dyta, mos me i ik, me pas një frikë në vete se mos po i ik çka ka e don. Të martën e ka serialit, me i ik tralodhat, iki, shkoj. Unë po mundona me e qitë në realitet, që ta me e përkëthy. Pa e njoftë Allah, së mundesh me dash një dashur jam. Parat, Ibn al-Qayyim rahmetullah alaihi ka thonë tash për shpresën. Dëgjoj, wallahi Ibn al-Qayyim rahmetullah alaihi kam thonë disa herë dhe besoj që e keni ndëgjuar pe plot xhallarëve keni ndëgjuar. Ibn al-Qayyim është tabibul qalb. I kanë thonë tabibul qalb. Mjeku i zemrave. Mjek pasha Allah, ama jo mjek si kardiolog. Këta kardiolog që jena, Zoti na i rujt, se nuk kena kur gjohë, po bëjmë doa për ta. Allahu na i rujt, ata që janë të udhëzum, Allah ja ushtoft udhëzimin, ata që janë të udhëzum, Allah ja udhëzoft. Thune amin. Na vynë, vallahi billahi, duhet me i qëmu, edhe kur është një doktor që përja jep hakun punës ti, vallahi duhet me i ndëru këta njerëz këtë i shojmë. Falë Allahut, pastaj ty në njerëz dhimbjet e tyre i largojnë. Zoti mos na lasë po ta. Ama nuk po flas për këta doktorët në degën e mjekësisë. Ibn Qayyim si kanë thonë tabibul, edhe pse ka marrë vesh shumë, po librat e tij ka që ka folur për mjekësi. Para 700 vjetëve. Ama nuk po flasim në aspektin fetar, i kanë thonë tabibul qalb. Mjeku i zemrave. Allah i fjalë që i ka, për atë po kom qef, po i bëj që to ndalje për me marrë, jo që s'jeni tu për cilë me vëmendje, po kom dëshirë me pas shumë vëmendje në këto fjallë që ka kemi i thonë sonë, të si unë fjallë të mdhaja, kem nevoj, edhe unë edhe ju bashkarisht kem nevoj për ta. Qysh ka thot Ibn al-Qayyim rahmetullah alayhi, wa amma ar-raja'un la yuqarinhu shay'un min dhalika fa huwa min al-bab al-amani war-raja'u shay'un wal-amaniyu shay'un akhar. فكل راج خائف وسائر على طريق إذا خاف أصر السير مخافة الفوات. Qysh ka thot rahmetullahi alej. Thot kush ka frik, do thot njeriu që ka frik. Njeriu që ka frikën, do thot atë frik çdo gjë e shpreson, çdo gjë, çdo shpresë që nuk shoqërohet, thot falemni, çdo shpresë thot që nuk shoqërohet me këto tri kushte që i përmenda, ajo nuk është shpresë. Ajo nuk është shpresë, e çka është? Nuk është shpresë, thot Ibn al-Qayyim rahmetullahi, po ajo është vetëm se një çka? Është një iluzion. Shumë ka, a disa njerëz që tu dallojnë njerëz shpresa reale edhe iluzionet dallojnë. Dikush e ka kapacitetin e iluzionit e ka shumë të zhvilluar, shë ondra, po them tash për këtij këtë gjuhën asfaltu me ton, me pa ondra me syqel. Po me ondra syqel ai këtë dynjen e kanë dy dur. Ama kur i thosh çeli durt, durt shprastiko. Pse se kjo është dallimi mes iluzionit edhe shpresës të vërtetë. Para Ibn al-Qayyim rahmetullahi alayhi thot, çdo shpresë që nuk shoqërohet me këto kushte, nuk është gjë tjetër veç se iluzion. Shpresa është diçka dhe iluzioni është diçka. Kështu që nëse njeriu ecë rrugës ka frikë, çka? Mos po i ndodh diçka. Kur ti bjen ti në rrugës, të pa njohur, ti të shoqëron një frikë, që mos po del diçka e pa njohur, po të ndodh diçka që po për shembull, kushtimisht po them. I dalë që tash e shkun në një rrugic e cilat dhe thot s'ka ndryqim. A hes ti si kapadaia? Apo hes me një kujdes se mundet me dalë në qenë. Mundet dikush e ka lëviz sikur se na, po na kemi një problem si shoqëri, na s'dim me i thon punës huj puna mbarë. Na me heri përzijem, me nërbohem doktora, hoxhallar, këtë bohem artista, këtë dim mu bohem. Le e mërë se dhe ka presion e vetë. Aja shë, ju kanë zonë kalizimin, që ka nuk i thira, ta shkojnë për gjëz, e kërim puna, në fund, dhe len shakë të në qelë. A këtu të na mashallat e barak Allah, kena ndryshim të madhë, para më do kërë bjenteri, mundet me radi kush. Në qëtë kontekst, me pos, dhe të të njeri, kër e rejnë një rrugë, që nuk e nje, hecë me kujdes, se s'din që ka e pret. Ibn Qayyim rahmetullahi alejhi çka thot, tash e argumenton këto,
çka e ka thonë me hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, hadithin e Abu Hurairës në xhekat hadith, se neve du të më na shoqëru shpresa dhe friga. Ibn Kaimi këtë mesazhin çka po don me na dhuru neve në këto, po do me thonë, o Abdullah, o Rabi Allahut, o musliman, nëse ti don me ec drejt Allahut, me arrit te Allahu, po tjetër dy gjëra duhet me shoqëru. Shpresa në rahmetin e tij, në mëshirën e tij, edhe friga për dënimin e tij. Çto dyjat, nëse ty të shoqërojnë edhe jonë të komponuar në vetveten tonë, në brendsinë tonë, ki me arrit Allah. S'mundesh me arrit te Allah pas të dyjat. Po e shpresu rahmetin e Allahut, edhe po ju frigu dënimit, ti s'mundesh me mbrit Allahut. Dyjat dush me i marr bashkë ata. Për shembull, një shembull praktik. Për shembull, nëse i thojmë na apo po thon kushtimisht këtë presionin pozitiv, kur na i thojmë xhamatit, dëni me fal namazin e sabahit me xhamat, rujeni namazin me xhamat. Ai që e kupton që të në thel, tash na thojmë, pse ai del namaz sabahut? Sa i shpreson për virtytet që janë përmend namaz sabahit, thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ai që e fal namazin e sabahit me xhamat, çka? Fa huwa fi dhimmetillah, ai është në kujdesin e Allahut. A pse shpresë? Pa ai që se fal, a ka ndëshkim ai që se fal? Po ka ndëshkim edhe për ta, përse shpresa friga. Besimtarin e mbon jetë që kjo, nëse në jetën tënde, po përkthej në imanin tën, në islamin tën, praktikën tënde të imanit, nëse nuk janë të shoqëruar çto dyja, në sikit të mira, do dush me i rregullu. Pse dikush nuk flen, apo ndoshta ka ndajt ton natën e gat ka ndajt, apo është po gjumë, ka punu, o lodh. Po kur vjen momenti i namazit sabahit, ai çohet me fal namazin e sabahit. Ai i cili kur vjen sabahi dhe flen se fal sabahin në kohë, ky tregon se kush i tutet Zotit. Tash më i thon, ai tutesh, shumë e rënda. Po praktikisht ai më thotë nëse ty s'po tutna. Sa Allah të ka urdhëruar me atë punë. Unë e mora shembull praktik që na ballafaqohemi çdo ditë me to. Imani, dashurit e mi, çështo matet apo tan. Imani nuk matet me të dal me hin TikTok në Instagram ato më kallzu me hadithe. Ka dhon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka dhon pejgamberi, po kallzon tip çato çka ka dhon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në praktik. Imani tregohet duke praktikuar, tu e qitë në praktik. Çu ka thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadith thot: "Man khafa adlaj wa man adlaja balagha al-manzila ala inna sil'ata Allahi ghaliya." Ala inna sil'ata Allahi al-janna. Çish ka thot çfarë hadithi i madh dashurit e mi? Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush ka frik shpejton. Dhe kush shpejton arrin thot në shtëpinë e vet. Thot me të vërtet, thot me të vërtet malli i Allahut është i shtrejt. Me të vërtet thot malli i Allahut është xheneti. Qëta Ibn Kaimi e ka një libër të bukur, inshallah Zoti na bën nasiben. Mas parti Allahu na rujt imanin, thoni amin. Pastaj Allahu na jep jetë gjatë me vepra të mira, na bof nasib me i marr librat e Ibn Kaimi. Unë kam një farë projekti që Ibn Kaimi mos më u do. Ka bëj këto libra që unë besoj që kanë nevojë na bashkarisht me i lexu. Është një libër për librave të tij, thirret Nunia e Ibn Kaimit. E ka shpjegu këtë fen formën e poezisë. Edhe nëse të në varg, kjo mjeshtria e tij e madhe, se cila ka poezi përfundon me shkronje në. Kjo është mjeshtri. Kur ka fol për xhennetin, çka ka përshkruar xhennetin, Allahu na bof nasib xhennetin ya Rabbi. Ka thon ya sil'atir rahmani lasti rakhisatan bal anti ghaliyatan alal kaslani. Ka thon o malli Allahu, çore ka thut xhennetin, malli Allahu, sallallahu vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Me të vërtet sil'atullah il-ghaliya, malli i shtrejt, me të vërtet është kush? Xhenneti. Ja sil'atir rahmani lasti rakhisatan, thot o malli i Allahut, o xhennet, lasti rakhisatan, ti nuk je çmim i lirë, bel anti ghaliyatan ala al-kaslani, ti je malli i shtrejt për dembelin. Për dembelin o malli i shtrejt. Po, me i thonë dikuj, qo vëlloj ka ndajt derin 3, në 4 të lujtë CSGO. E me prit për me e falë sa bojnë 5-7 minuta, problem, ama kër e ka e din qka.
E din që i namaz mundet mu bo, një namaz i sabaj që ti dele falin në xhami, që i mundet mu bo shkak me prek Firdausul Ala. Ndoshta që çto namazet, e falem akshumin. Na nuk e dim, e lusim Allahun që Allah më na bën nasib me falë dhe yacin, me fal shumë akshoma e shumë yacia. Po na nuk e dim, mundet më kon që ky namazi që kena fal namazi i fundit jetës sonde. I fundit. I fundit të i dashur jam. Se unë e kopa vetëm se sabojnë, po flas për sabojnë se është përmend edhe në Kur'an edhe e ka vlerën e madhe, përmend hadith, jo që këtu më namaz tjera se kanë, që jo namazet tjera e kanë. Që shtë thot pejgamberi sa edhe një përnxitje. Wallahi që tu, nëse dojmë me mbajt imonin konstant, me mbajt, pa tham, me pas një start imonit mira, duhet non stop shto hadith e me a lexu vetit. Thot pejgamberi sa sallam, kush e fal sabahin, mas parti kush e fal yacin me xhamat, është si me u fal me pa fal gjysën e natës, ndikoje. Si me fal gjysën e namazit natës. Gjysën e natës me kalu namaz natës. Ai që e fal thot sabahin, është si mu pa fal këtë natën. Allahu akbar. Ai këpona kur të bëj bavet namazin natës, nuk ka besimtar që s'ka qef po të qunë namaz natës, ama namaz natës në qonë gjithkush. Ama po dënë mu të llogarit që ke po namaz natës, fale yacin edhe sabahin me xhamat. Sabahi ta bën si mu pa fal këtë natën. Yacia si me fal gjysën e natës. Para të dashurit e mi, çto na mbajnë gjallë neve autan? Çto na bojnë neve mu dashurun namaz? Çto na bojnë neve që me mbajt imanin ton me na a ki po përsendet e dynjes dashurit e mi, na dim mi mirë mbajt ato. E ki blej një kërtë mirë, me njëherë ja këshur servisin kur e ka, mi andru ujin, mi andru vojin, mi andru menjaqit vojin, ja këshur gurdet, koshnicat, këto, ato, mashallah. Bukur. A i do e mirë mbajt imanin tëndë. A po pasha zotin edhe imani ka vaj. Po edhe imanit i ndrot vojin. Po i ndrot vojin, edhe gurtnet, po pasha zotin islami ka gurtnet. Bone ja qitë të gurtnet madin qajna. Ka me të fishklu kur të koqet, vesht ka me të dhimpit të ne. E do që si gurtne ja qesin islamit. Që ata tani duk mundën e ta mundal, ku du të mundal. Unë tash pe bëj pak në formën, po du me parafru. Me kuptu mare u lajdashëm, auton. Me marrë vesh këtë dina, auton. Neve të na mungu u lajdashëm. Neve të na mungu du seriozitetin ve. Serioziteti, kjo është temë që do shta du të me e marrë një temë me i trajtu, po vim na vjen, na i trajton, elhamdulillah, ibn Qayyim i kejt. Seriozitetin ve shumë më rëndësiv i dashurim, auton. Jo njerë me gratë dejnë 200 kere, në tani ku kere si ka vithim, ma shumë ndalëm se dhezë. Ka dallale, step by step që pëllën këta kullerat, ka dallale, ama të shku të e ngrit, të e mirëmbajt imanin tënë. Qysh mirëmbajt hoqë imani, qysh i ndrot ulja imanit, po i ndrot ulja, mas parë Allah t'i galon, 5 kohë namaz në ditë t'i galon. Qëto 5 kohë namazet, kushtimish po thëmë, jo e lujnë atë rolin e pastrimit, filterat po thëtosa. Filterat, po filterat. Se na kena, na ballafaqojmë jetën e tonë, pse Allahu s'na i kalon 5 vak namaz me thonë, qëre, kur të bëhet 10 promje qani, fali 2 sabah, 4 i drek, 4 i qindi, 3 aksham, 4 i acid, selam aleikum. Pse është që kjo ko sabahi shumë heret? Une ka një herë nguci këta gjematin tem të kur po bëhet në 6 sabahi, po shumica po dona, ama kur bëja njës me hyp ka 5 e nelte, 4 e gjyze, 4 e ishe të rasi kungla, dëng. Po, alhamdulillah, këtë kohët ka njerë që e rujnë këta, i rinë gati se i punë. Ama, sabahi, tani mbas sabahit, parafërsisht 7 orë. Brenda 7 orëve njerës të bojnë gjinohën. Vjen dreka, është koha e drekës filteri, me ta pastru qatë 7 orë shindëndë. Fale dreka, i ki edhe 3 orë dhe 100 edhe të mbrenda 3 orëve. Vjen 100 a përshë, na non-stop jena. Non-stop jena, do më thonë,
Çka tu riciklu. Të kthy ulën pe doptit me kthy, në kvalitet me kthy në gjendjen, po imani ripërtrihet. Fjala subhanallahu thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ta ripërtrin imanin. Imani çkyhet, vjetërohet ka në hadithot sikurse tesha që vjetërohet thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Jaddidu imanakum, ripërtrijeni imanin e ju çka me fjalën subhanallah, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi alazim. Të jashet dikon ton ditën e gatë, kanë ardhur të valloj, pa din është për më çudit, ka njerëz u thon, s'ka koll ton ditën, laga, ose i thua, bon të spide herë më Allahti. Fol shumë. Po çka të fol me ndro, kthej pak në të spi, kthej në dhikër, kthej në adhurim. Wallahi ladhim njeri me çka jeton, me çata boti njohur u thon. Me çata çka jeton njeri, me çata boti njohur. Sikur se të njerë, sikur se të Allahu subhanahu wa ta'ala. Nëse jeton me Allahun, jeta jote është e përkthy me Allah ka me dollë nesër u del për Allahut. Ama na kem qef me këpas jetën me Allahun, ama nëse realisht se kem jetën me Allahun subhanahu wa ta'ala. Që është një paralele të letë për e tërhekim. A ardhë, e fale ma këshomi, në kam betë edhe pak dhejtë e acija. Që pyetje thjesht, e ki bo dhikrin e mramjes? Unë nuk jam të i bo këtu për me të provokut, jo për me të këndjel. Dhikri i mramjes bëhet para perëndimit diellit. Dy trajtime, dy qasje i ka. Djetarë kanë thonë, ose mbas namaz ishin disme një herë, disa tjerë kanë thonë, jo koha, ma e mirë kur bëhet dhikri i mramjes, është do të thonë të parafarsisht 30 minuta para hyrjes së kohës akshomit. Se ka në hadithot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush pendohet tek Allahu pak para se me përëndu dielli, Allahu ja pranon pendimin. E ki bo dhikrin. A di që shte e përshtypen, se të jeshe si t'jep selam, salam alaikum, se u pin që otur, ja Allah, ka pashkan, mar Allah, hajtë di kush e ka punën, ka puqin ja hekim kush e ka punën. Ama del për që duhit ndër qadra atje dhe 20 minuta ma vetë. Kjo problem, Allah unë a falte në drejtoft. Pastaj, Ibn Qayyim rahmetullah alej e argumenton me këtë hadith, pastaj e argumenton edhe me një ajet, e tregon do më thonë gjendjen, që kjo është gjendja, Kurani, dashurit e mi, që kjo Kur'an, o ardhë me në kalësu që nuk kona muslimat mirë. Kjo Kur'an nuk ardhë për 72-at e 82-at. Sërë për vdekur me u zbrite, me u lezu hatme, me bu hatme. Nuk arë Kurani mi bu hatme për të vdekur. Po, Kurani o bu me bu hatme, i gjalli me bu për veti për sevat, po edhe me kuptu Kurani në autan. Që tha Ibnul Qayyim rahmetullah alej, thot, hafidh li kitabillah, hafizi i Kur'anit, ati kush është? Nuk është aj që i hafidh dhe hurufehu, i ka mësu harfet e Kur'anit. Hafizi i Kur'anit është aj cili qatë ajet që e din, me to punën që ajo hafizi i Kur'anit. Kur s'ka pas hafizlerë ma shumë se në kohën tonë? A ka pas? Kur hiç s'ka pas? Ko kimetit të ne? Ko kuptimi i Kur'anit? E thirat, e kam su Kur'anit e përmensh, e thirë, hajta ka, dhe spego ma qëtos, dinë të spego. Kur'ani arë me punu me të dashurit e mi. Kur'ani arë me kuptu. Për atë, Kur'ani ka arë me në kazu si du të më konë muslim, edhe i ka lavdu tiparet e muslimanit njërë. Që thot Allah subhanahu wa ta'ala në këto ajete që argumentu Ibn Qayyimi. Qala Allahu Ta'ala, inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Tash po do më tregu se ti dush me pas frikë ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Ç'kjo frika që thamë dhe shpresa duhet me të shoqëru. Në çto ajete, në çto 3 ajete, do të thotë realisht 4, në 4 ajetet Allah i ka përmbledh dyja çto komponente, frikën edhe shpresën. E para inna alladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun, thot Allahu, vërtet ata të cilët ndaj mamnisë së Zotit të tyre kanë frikë, kur përmendet Allahu, jo si të na pejon, dhe Allah i qotë në kohë, mashallah. Tani e kotë gocën pejone që qënë. Si di se ti, a qaj që u qove në kohë, a goca? E s'kan kështatën. Frika ndaj Allah subhanahu wa ta'ala, du të me konë frikë e vërtet. Ajete që i lexuam në akşam këtu, për surës Anfal, këtheuni.
Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum, thot Allahu. Besimtarët e vërtet kur përmendet Allahu, zemrat të rënqeten. Ti duhet me pyet veten, apo të rënqetet zemra atë kur ndëgjon emrin Allah. Zemra jote apo dridhet kur po përmendet emri Allah. Pastaj thot Allahu: "Walladhina hum bi ayati rabbihim." Çu cilësi, ndigoj edhe një herë po kthena. Ata të cilët thot prej frikës Zotit, prej madhnisë Zotit tyre kanë frikë. Walladhina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dhe ata të cilët faktet e Allahut, ajetet e Allahut i besojnë. Walladhina hum bi rabbihim la yushrikun, dhe ata të cilët Zotit tyre ortaklok si bojnë, nuk i bojnë shirk Allahut. Walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajila. Çka përshkrimi i sahabëve që ka bo, Allahu na boft me ngjasu këtëne. Thot walladhina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Thot ata të cilët kur e japin ato që Zoti ja u ka jep. Këto është fjala për zakatin edhe për sadakon e përgjithshme. Thot dhe kur ata e japin ato që Zoti ja u ka jep, zemrat e tyre dridhen prej çka? Prej frikës ndaj Allahut, se ata e dinë se te Zoti kanë më kthy. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Thot ata janë të cilët i përshkruan Allahu, thot të tillët janë ata që janë duke nxituar drejt të mira dhe të parët do t'i arin ato të mira. Mas bukur shto 4 ajete, wallahi soni komenton kush ma bukur se Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. As Ibn Kathiri, as Tabarani, as ai tjetri. Pse Ibn Kathiri e Tabarani këto i kanë marrë pe hadithe këto. Ama unë po kam qef, sikurse Ibn Qayyimi që sa bukur. As ka ditë me thonë Ibn Qayyimi ka thonë kë, ka thonë ai, ja. Sa bukur i ka komentu, i ka pru komentimin e këtyre 4 ajeteve me një hadith Aishës radhiyallahu anha. Që Imamu Tirmidhiu e përmend në Sahihun e tij, thot ana Aisha radhiyallahu anha qalet qultu sa'alt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayat. E kom pyet thot Aisha radhiyallahu anha pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për këto ajete. Fa qultu ahum alladhina yashrabuna al-khamra wa yaznuna wa yusriqun? Fa i thash ja Rasulullah, a mos jon këta që janë përmend këtë ajet, ata të cilët pin alkohol, bojnë zina, jon ata që vjedhin, shkojnë e marrin pasurinë e tjerëve me të pa drejt? Ka thonë la ya bintu Siddiq, jo bie Siddiqut, ka thonë. Walakinnahum alladhina yasumun wa yusallun wa yatasaddaqun wa yakhafuna an la yaqbal minhum ulaika yusari'una fil khairat. Ka thonë këta janë ata të cilët agjerojnë, falen, japin sadaka, po ata kanë frikën që këtë namazi tyre, agjerimi tyre, sadakaja tyre nuk pranohet, edhe ata garojnë punë të mira. Ramazanin, as një muj s'ka që në ka shku Ramazani. Te të premten në kanë betë për Shawalit, dhe dhoni porosiku që ka bon jetë me në gjinoni, ju kanë betë ditë premten, e premta o dita e fundit e Shawalit. Por që tonë 20, po thonë parafërses 24 ditë që kanë kalu për Shawalit. Mbrenda 24 ditëve, a ke pas frikë në zemrën tonë dhe se Ramazani s'tu ka pranu, namazi s'tu ka pranu? A ke mendu do një ditë, për 24 ditë, më vallat që ditë, jo më dalë, këmë thonë, ja, Rabbi, vetë ti me Zotin tonë. E ke pa të vitet virale që po bonë në për rrjetet sociale, të e qitë një në qabe, e keni pa me lëgjë zemrës, të po doa, të po gjeste, të levizë. Që kjo është kër e ndin njeri afërsim me Zotin e ti, se ka gajla e që shë këshyra i tjetëri. Ama i ndin që o ka i folë, pëse se a i beson se o të ndëgju dhe imani i vërtet në Allah subhanahu wa ta'ala është me besu se ti Allah të ndëgjan kur ti rënkon për rënkimet tonda. Allah ti ndëgjan vallahi l'adhim edhe rënkimet e zemrës tonë dhe që i bënë zemra. Ka plëtëre zemrat tona bëjnë rënkime, po gjua si qëtë. Wallahi edhe që ato Allah i di kur i bënë ti zemrën tonë. Edhe ato fjallë të zemrës që i rëtullon zemra, Allahu i din.
E kur krijon ti kësi bindje, edhe beson se Allahu po di ka çdo gjë në zemrën tënde, e the, ai e din çka po don me thonë, e din çka ka në mendjen tënde, fal marrë me Zotin tënd. Boje, aty ti e ke po dikush kur e don dikon, dy veta jon, për marrë një shembull, dy veta që duan ndërmez veti. S'ka shans brenda 24 orëve po, ole u mul me pika i kafe shpejt. Pse e bojnë këto çdo ditë, pse e dojnë njëri tjetrin? Kjo krijesa me krijesë, apo shembulli më i miri ta kon Allahu subhanahu wa taala. E don Allahun, ku me po me thonë se don Allahun, çafiri madhi. Po me thonë e du Allahun, e pas kësaj ti nuk vetmohesh me Zotin tënd, nuk lyp prej Zotit tënd. Çfarë kuptimi ka dashuria? Çfarë kuptimi ka dashuria? Lyp prej Zotit tënd. Lype pe Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe që këtu në këtë hadith që e ka përmend Aisha radiallahu anha, apo realisht Rasuli alayhi sallam ka tregu thot se ata frigohen ajo para na do të më frigu Ramazanin na shkoj. Jena fal, dikush i ka fal taravit komplet, dikush gjys, dikush heq. Ma xheru inshallah taala këtë ka ma xheru. Sa mos u bakesh do mos ma xheru. Po me pyet vetë më thonë, çat agjerim, çat Kur'an, çat namaz, ama ka pranuar Allah subhanahu wa taala. Sahabët që shto e kanë pas. 6 muaj ditë ju kanë lut Allahut me mbri Ramazanin, kur e kanë mbri Ramazanin 6 muaj mbas Ramazanit, hemmi të në gajle aty në gon, ai ka pranuar Ramazanin. Domethënë Ramazanin sahabët e kanë pas gjatë Ramazan. Pastaj Ibn Qayyim rahmetullah alayh vazhdon edhe na tregon thotë çka thot tash. Shpejt për 10 minuta. Allah thot i ka cilësuar ata që bëjnë vepra të mira, thot si të lumtur. Edhe pse ata thot kanë frikë, po i ka cilësuar ata që i kryjnë veprat duke u munduar me kry veprat si duhet ata. Edhe pse ata ndin veten e vet e kanë frikën jo të pasigurt. Bëjnë vepra, çush tash po duhet mos me filozofu shumë. Çfarë do të thonë Ibn Qayyim? Ibn Qayyim po ti falesh. Po ky po fol për sahabët, s'ka fol për ty për mua. Ky po na ka thënë që shkon sahabët, se tash kemë na i pru shembuj të sahabëve, tash kemi po. Thot ata janë fal, po thon kushtimisht. Namazin e kanë bo, po ty e bo namazin e te kanë pas një frikë mbrëndësinë e tyne, apo pranohet namazit tyne. Veprat e tyne në përgjithësi që i kanë bo, apo pranohen të Allahu, apo i bën Allahu kabull ato vepra. Që ata plot piselevit kanë thonë, çka kanë thonë? Ka thonë njeriu duhet me pas gojle pranimin e veprës më shumë se veprën. Pranimin e veprës duhet me pas gojle më shumë se veprën. Për atë që shka thot tash? Thot, ai që e vren, thot, me kujdes. E vren me kujdes sjelljen e sahabeve, do të shoh se ata kanë qenë të përkupuar në kryerjen e veprave të mira, por janë shoqëruar edhe nga friga e madhe, ndërsa thot te ne la ilaha illallah që kjo vallai shumë po i them sinqerisht kur e kam bë gati fortifikës i letë tash kisha ka foli Ibn Qayyim para 700 vjetëve çka më thon namën mo Ibn Qayyim çka po thotë tash Ibn Qayyim por ankon për kohën e tij njerë po thot nëse e marrim edhe vrejmë me kujdes gjendjen e sahabeve shiqojmë ata do të jongojnë të kujdesshëm me kry vepra të mira por i ka shoqëruar edhe një frikë e madhe ndërsa thot çka thot kurse tani janë bashkuar mangësit në kryerje, por në kanë Ibn Qayyim se sem do i bëj ibadetet që duhet, sem do i bëj punë që duhet. E vepra të mira, do thot mangësit në kryen e veprave të mira me sigurinë. Po apet po them kur e thashën fillim si Ibn Qayyim më thonë se ka shku për çdo zaman, që ata për këtë që ta në zamanin ton, ishte do vjen në xhami që tu folet apo don. Pasha zotën, ai nuk thot ama me veprën e tij ai ka thënë sigurisht kjo është me Abu Bekrin ose aty diku. Çfarë i ka do mexhat? Abu Bekri ka jo kën linje ka mexhën në xhennet. Ama shëtan bejnehuma au dallimi madh me zi edhe Abu Bekrit. Po, e përbashta e mrusi i përbashtë tyre është namazi. Ai ka fal namaz dhe ky namaz, ama ky namaz
e ka gajlen, e kom dal plinin ase kom dal plinin. E mshej lakerin ase mshej lakerin. Au zim patligjonat, au pjekën kastravecat. A Omeri radiallahu anhu ka bo namaz. Ama në namaz, atë Omeri i ka ikmendja. A i ka ikmendja Omeri në namaz ajo? Ama në qka i ka ikmendja? E kanë po në ditë Omerin të ufal, e kanë po të bol levizjet qëtishme, thonë, qka pate e Omeri, më thonë, vëllaj, këtu i bo safat, për në gjihad, kështu i ndrej safat, thonë, la ilaha illallah. Dikush i ndrej kastravecat namaz, dikush i ndrej safat. A përshët dalimi malë, kështu dalimi malë, dikush e ndjenë se ka që të qëndru para Allahut, dikush tjetër apëtan e gjeni me i kru dhëmët namaz. A këna në kësja s'kem? Të në konë namaz, me mërë e qaqgalicë, o zëtë një, o shkate e gëzoni, se pi bëj reklamat, s'po dikush do i dentist tjetër. Na ta pagujmë, shkondre që ata dhëmë, se na në qafë në mora, apëtan. A i tjetër i ka hongër një 2 zorë su gjok, apëtan, vjen goksan, ku t'ja fut goksima, apëtan. A i tjetër i ka hongër hudër, këtë gjamis era hudër i vjen. Ja Allah, ja kiri. Vajnë haula, vajnë kulubuhum, ku jenë zamrat e të në njerëzve. Vjen avdon hoxha, don me pelsit të e përmen gjennetin e gjehenemin, aj, herlun me mjekër. E po, thusht i mjekërën e kot alis dejnë këthiza, në kërë e këthi ka të gjishta mjekër. Nësë të blun me ta. Tash në kanë dalë këto orë, në tash të... E ding! S'na qatë të këshë. Që kjo realitet? Wallahi billahi të neve në me kesh, po, ka njerë që krejtë si ikë. As Snapchat, as TikTok, as nuk as ikë, se ka TikToking të ndorë, shejtani lanet u lale, e qëtë namaz ding, e këshyrë me njerë e këshyrë. Shkrujti. Ama këtë kalzon se kjo namaz i këti, edhe namaz i ati tjetit është dalim i madhë me sëre. Ndë gjejta që i përbend, rastet për i sahabëve që tha Ibn al-Qayyim, nëse e marim edhe e vrej me kujdes gjendjen e tyre shumë se kanë qenë shumë të kujdesshëm kryerjen e veprave të mira, po e kanë pasur një frikë të madhe. E nis me Ebu Bekrin radiallahu anhu thot, fa hadha siddiq, kjo është thot siddiku i këtij ummeti. Yaqulu wadattu anni sha'aratun fi janbi 'abdin mu'min, thot, kisha pas dëshirë, thot, do të doja të isha një qime prej trupit besimtarit. Në konë një kime për kimeve në trupit. Po kime, sa farë tash një të një koda dhe moshkët ja ka një zëllë i botra me të. Tash kur del vera, bukuria e moshkët do me pas, së shte kalon zote, aje merë, i depidam. Zdinë se s'po mi përmend, se ka i po i përmend i do emna të femnave, mundu më më i dhnu, so se din t'i thusha, është ajo, kë. Ti moshku më riti. Ama dojnë, që kjo ndikimi këtëne do më thonë që dojnë me boz, dojnë me dalu, po dojnë edhe e shkalt, edhe pamjen e njerëzve i bo njejtë krejta, se me pretendimin se në barabartë, këto në kalën krejta, për barazije, se këtu thonë me shkel, kërë kam, po s'mundu bë asë një burë, s'mundu bë bë, gruja burë, s'mundu bë bë. Nësë për thoni duhet me pas baraz, Johani duhet me dalë me shalica, 2 zonë një cimenta, janë ispi punë të ronda dhe të këshyrim, Pastaj, që shka thot? Një fjallë tjetër Ibn al-Qayyim të Ebu Bekrit. Thot, u dhukira anhu ennehu kane jemsuku bilisane ve kul hadha awradin il mawarid, është transmetu, thot se kap ke gjuhën e ti, që ke friga e madhe që e ka shëshura. Ata përkthej shpejt, sa i kujdes që më kone Ebu Bekrin veprat mira, e dini o këtë hadithin e keni ndëgju edhe për i meje këtu edhe për i hoxalarëve tjerë. Kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam bash namazit sabat ka thonë, men minkum sa'im, kush ha gjerushëm e u kanë thonë, ana, unë ka thonë. Men minkum tabi al janaza, kush e ka fal një gjenaze, ka thonë unë. Men tasaddaqa minkum, kush ka jep sadaka, ka thonë ana, veç Abu Bekri. Kret këto para namazit sabahit. Atëherë çka ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk i bën, ka thonë dikush që të punë, veç se 8 dyrë të gjennetin, për 8 dyrëve gjennetit cilën do derhin.
Ama që ky Ebu Bekër që i ka po këtë që të punë, që shka po dhëtë? E ka marrë gjuhën e ti, e ka ngre, e ka tërheka dhe ka thonë që kjo për më bënë të loshe. La, gruja gjuha Ebu Bekrit po bëj ka të loshe, po gjuha Rënesit, e Hasanit e Husenit e tjetër, që me thonë na për gjuhë tona? Që për vepra Allah boft rahmet, mos të bëjmë as guxojmë i qumet, atë që lërgën, me veprat për balë veprave të në. Pastaj ka thonë, kene jebki këthiran, ka kajtë shumë Ebu Bekr radiallahu anhu. Edhe ka thonë, ibku, fe in lem tebku, fe tebeku. Ka thonë qani shumë. Edhe nëse nuk qani, bëhuni kështë po qani. Sikur se ka thonë, mëson me kajtë për Allah subhanahu wa ta'ala. Pse ata e kanë kuptu, se pejgamberi sa ka thonë, ajnani, dy llojet syve, ka thonë, si prek zjarmi i xhenemit. Ajnun beket min khashyatillah. Syni që qanë për hirtë Allah subhanahu wa ta'ala. Je vetëm, në shpe, vetëm, kërkosh nuk qahi, që kërkosh ish, të kujtohet madhnia Allah subhanahu wa ta'ala, të kujtohet ajo bujaria e madhe e ti që unë e thamë shpesh duhet me i marë me i qyrë. Sifatet, cilësit e Allahut, për shembull, bujaria e ti, madhëria e ti, po edhe dëshkimi i ti, kër i bashkon këto, zemra levis. Që ta pejgamberi sa ka thonë, seb'atun yudhilluhum Allah, 7 llojet kategoritë e njerëzve Allah do t'i futën në hijen e arshit ti, atë ditë kur s'ka hije, thotë wa rajulun dhakara Allah khaliya, një njeri që e përmend Allah vetëm, beket ajna, i çojnë sytë e tij. Pasha Allah, se na jetojmë një kohë që në kanë ngurtësu zemrat, nëse dikush kanë për i frikës dhe Allah, në në qërën kjo, ka kanë, a i të sahabet mësë me kajtë në namaz, u kone qëditshme. Të na e qëditshme nëse dikush vjen në namaz, preket në një jetë, në më nërë këshyrin mas namazë, shumë me nësy kështu atë një, pëse pa kanë, të ushti, ka po gjyna. Të qajtur për i frikës dhe Allah, subhanahu wa ta'ala, është ibadet, ama është ibadet i salihinve. E imami i të në konë Rasulullah s.a.s. Oul me ta, që shë përshkujnë sahabët pejgamberin s.a.s. Sot në porositi Rasulullah s.a.s. Në i rinqethi zemrat, edhe në i boni thamel me në lutu sytë tonë. E unë po të vesë bëjtëm për kur ke kajtë herën e fundit për Allah s.a.s. Mu që unë pjesën e 3 natës me që u durët, me janis me një gjënat të uja. Me gjithë bomet, a kitë bomet e aski, apo ti e mashallah me lekje. Ama nëse të ngrit dur tuja, kur qosh me falë vitrin, ati ngrit dur të dhe janis me madhru zotin tënë, me lutë Allahun. Qëra Rasuli Alisam kërë që me falë namazin e natës, sa bukur e kanis, që unë e për porosis këtë lutja, kënë thonë edhe në hytbe e kem pas, mësajnë e këtë lutja të dashër të mi. Allah me Gjibrila, o Mikail, o Israfil, فاطر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا يختلفون. O Zoti Gjibrailit, Mikailit, Israfilit, krijuesi i tokës e i qiejve, ti ai I cili gjykon mes robëve tu të cilët kanë mos pajtim, drejton, udhëzon ka e vërteta që njerëz në tokë kanë mos pajtim, innaka tahdi ila siratil mustaqim, innaka tahdi man tashau ila siratil mustaqim. Ti ai që I udhëzon këndon siratul mustaqim. A di sa ki nevojë ti edhe në për siratul mustaqimin, a di sa ki nevojë? Mos me pa pasti nevoj për siratul mustaqimin, për rrugën e drejt, nuk kish me na porosit neve Allahu subhanahu wa ta'ala, që në gjdo reqat, gjdo namazit ne lexojmë surën Fatiha dhe thojmë, ihdinas siratal mustaqim, na udhëzon në rrugën e drejt. Allahu na udhëzoft ya Rabbi. Pastaj thot, wa kana idha qama ila as-salat kana uudun min khashyatillah. Allah. Thot kur çojke mu fal, kur ngrihe mu fal, duke si me kon një shkop nga frika dhe Allah subhanahu wa ta'ala. E të një rasin tash se po shkon tu u zgjat kjo, po s'kom qare pa e kry, bani sabër. Se Barcelona kur të lunë nësër proma kur e ka, kena me bo sabër me këshyr ke i ka. Bo sabër, 5 minuta pja zgatin, na ka ndalë vari, na ndalë vari sonte ma shumë. E të një rasin kur po kon në agonin e vdekës pejgamberi s.a.s. është ngrit, s'ka mujtë sallallahu alaihi wasallam më dalë musliman me mi përin namaz, është ngrit I ka ratë fikt.
e kanë pru, ka lyp me i pru pe 7 llojet bunareve ujë për me këfill. I kanë qitë ujë këfill, ka thonë e sallu, a u falen muslimon, ka thonë jo, ja Rasulullah. Ka thonë qëtëm një më falë. O njës, atë për që ka ratë fikë, sallallahu. Kër e ka pa dikur i bekumi, se s'pa mundet me dalë me u falë musliman me namazin, ka thonë muru Ebi Bekrin, li u salli bin nas, ka thonë ordrejnë Ebu Bekrin me u falë namazin muslimanve. Aisha radiallahu anha, e cila ka qenë në shtepin, e caj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bo vdekjen, pendegjan, po i dhimet baba, qikës i dhimet baba, qikat, Allahu qashtu i kalon, nuk po thonë që edhe djemve, jo, edhe djemve i dhimet, po qikat e kanë ma të theksu me dhimbjen për bal babes, kur shka qika e din këta, edhe e mervesh, qika e ka të tjetër meselin, i dhimet baba, edhe Aisha radiallahu anha, Aisha ka qenë e meshme, e ka di që me dalë në vendin e pejgamberit ose në problem ti sot kësaj dite me thonë ti o konë për shembull në filën xhamin o konë një imam që e ka ndash këtë xhamati e ka ndash. Çaj imam smuhet auton apo largohet, problem është bardh imam i tjetër në bas, se xhamati e dojnë. Jo në mësu me ta, jo në lidh me ta, para mendo me një imam që plot mangësi ka, po me pas imam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kush mundet me nxon shprastinën e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Që këto Aisha ka paguar dhe u shku, i ka penguar se ka shku, i ka thon Hafsës, ka thon binde bre, ka thon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hajte fali pak, thujte ta çet Omerin, se ka thon tash, ka thon kur del Abu Bekri, çështë ka përshkruar, ka thon Abu Bekri kanë shumë namaz kur del. Smerët vesh fjalë çka i thot. Kjo kon gjendja e Abu Bekrit radiallahu anha. Pastaj qërët edhe friga e madhe që e ka shoqëru. Në kjo në amanet që edhe neve në mungon kjo. Kër i ka ardhë agonia e vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka thonë e Ebu Bekrit, e ka thirë Aisha radiallahu anha, i ka thonë ja Aisha, o qika jeme, o Aisha ka thonë, hec ko qika babës, inni usibtu min mali l-muslimin hadhi l-iba'a, hadhi l-aba'a, thot unë e kom marë, thot, prej shtetit islam, për arkës të shtetit islam, këtë pelerin që peshe, këta e kom marë, e kom fitu pisaj. Si des ka thonë, qëtë pelerin, edhe a peshe qëtë tasin ku ka qitë në ta, qëmë shkapi. Pelerinen, tasin, edhe qëtë robë, e ka pas një për robëve, këthaja qëja Omerit me një herë, Omer ibn al-Khattabi, se ju e dini, Ebu Bekri, me pajtimin e, me konsultimin e sahabeve tjerë, e kanë bu khalife kanë Ebu Bekrin, e Omerin. Ka thonë qëja me njerë khalife tjetër që vjenë. Qërë, po peka gajle, një pelerin tia pja qënë. Pelerinen. Omer radiallahu anhu. Friga e madhe që e ka shëshëru. Në punë të Omerit, wallahi l'adhim, me marë që farë punë ka, a mjafton bre? Mjafton, hiç kur gjo mos pas bo Omeri, e ka bo një punë, e ka rëzu parëndërin Persiane. E ka rëzu parëndërin Persiane, ja ka kalzu vendin parëndërisë romake. E shumë punë tjera që i ka bo. Që ky Omer, kur ka arë në surën Tur, kur ka lezu të ajetet, ka arë të ajeti, inna adhabe rabbika lawaqi', me të vërtet dënimi i Zotit tënd do të ndodh, ja ka nis me kajt, ju ka shtu e të kajt, me ka kajt atë shumë, deri sa është sëmu, thot, pej të qajt mëri shumë, edhe kanë arë njerëz me vizitu, la Allah. Gjalli i ti, Abdullah ibn Omeri, e përmendi ibn Kaimi, thot, në agonin e vdekjes, ju e dini se Omerin e ka therë aj Ebu Lull el-Mejusi, la'natullahi alej, që rathi dat, këta rafidit e Iranit, ja kanë bo një varat jenë Kerbela, që thojnë, mas e vapo me shku me bot tavaf të vori i Ebu Lull el-Mejusi se me bot tavaf në qabe, Zoti i vroft, që ta me gjusit adhurust e zjarit, që ta shejtana, që i një dynjaja, këtë dynjaja gjithit të e marrë vesh ftyrën e të në të vërtet, që ta iblisa, kër e kanë quat Ebu Lull el-Mejusi që ka qenë me gjusi, që ata e adhurojnë sot shijat, e adhurojnë, e ka marrë edhe ka thirë radiallahu në Omerin. Kër e ka po që po dënë me ikë për kësaj dynjaje, ka ardhë djali, ja ka qitë prehin babës vetë, Abdullah ibn Omeri, i ka thonë djali, jam ka thonë, heke ka thonë, heke prehin, lema ftyrën teme dhe të prekqa,
në tokë. E ndoshta Allahu subhanahu wa ta'ala, apo është Allahu thot duke na po në këtë gjendje, e ndoshta ka me mëshiru. Ja Allah, që ky Omer radiallahu anhu, të cilit thot ju kanë po Ibn al-Qayyim e përmend, thot kana fi wajhi khattan aswadan min al-buka, ju kanë po dy vija të zeza, thot në përsytë e Omerit pe vajit të madh që e ka bu. Qala lahu Ibn Abbas, i ka thonë një ditë për ditëve Ibn Abbasi, massar Allahu bika al-amsar wa fataha bika al-futuh wa fa'al qala waddidtu anni anju la ajra wa la wizra. La ilaha illa Allah. Në Ibn Abbas i ka thonë, Allahu ka pushtuar me ty vendet tëra, ka sunduar pushtime të mëdha. So hap shteti islam kohën e Omerit. Ka bo plot, thot Allahu me ty, do thot shlirime. Që ju ka përgjigj, ka thonë, do të doja vetëm të shpetoja, as mos të marrësh problem, as mos të ka bekat. Përshka jo friga, punë të mëdha shumë, por friga e madhe i ka shoqëru ata. Othmani radiallahu anhu. Othmani radiallahu anhu, kur qëndroj ke para një varit, thot ju lakte mjekra e ti prej vajit. Mjekra e ti qullu bëjke. Edhe thëjke, inë lë qabra, awal lë manazil e lë akhira. Vari, thot, është stacioni i parë i ahiretit. Nëse këtu, thot, është mirë, ma andej do tjetë edhe ma mirë. Alia radiallahu anhu, qante prej frigës ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala, edhe thëjke, friga, thot, shtohet edhe ma shumë për balë dy gjërave. Shpresës e gjatë dhe ndjekës e epshit, që të dyja t'i shkatrojnë shumicën e njerëzve. Shpresa e gjatë. Hajtë falu, hajtë se nesër. Hajtë bënë, hajtë se nesër. Bënë i mirë, hajtë se nesër. Hajtë nesër, që kjo nesër, shpresa. Hajtë, kovak. Vesh kur i vjen me lekë në maudit, hajtë, hopa, shkum. Shkoj. As su fal, as agjeroj, as su mësoj, as Kuranin se mësoj. Kur jo shkojnë, s'ka spret. Edhe qka? Ndjekja epsheve. Epshi, jam tonë. Para të thotë, që thot? Kale, që farë fjallet më dhe ka thonë, Ali Radhan, kale, emme tullu l'emel, fejun se l'akhira. Shpresa e gjatë bën me haru akhiritin. Wa emme edbau l'hawa, fejesuddu anil haq, ndërsa pasimi i epshit, dëbën, qka? Mës me pranu të vërtetën. Ela wa inna dunja kad wallet mudbira. Thot, esaj për këtë dunjaja të nalon. E akhireti, thot, është të në ardhë. Wa li kullin wahidun minhuma banun. Thot që të dyjat edhe dunjaja edhe ahireti i kanë bit e saj. Bëhuni, thot, pej bivet ahiretit e mos u bani pej bivet dunjas. Fe inna l'jome amelun wala hisab, sot thot ka pun e nuk ka logari. Wa gaden hisabun wala amel, e nesër ka logari e nuk ka pun. Ebu Derdaja radiallahu anhu, friga e madhe që e shaqërante, që shka thëjke Ebu Derdaja dhe me këto për përmbylli, kana yekul inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyama an yuqala li la ilaha illa Allah. Thot gjëja që kam frikson mas shumë ti për ditën e kiametit, është thot se mos po më thohet mu o Ebu Derda, ki dit e çka ki bo me dijen tonë dhe që ki dit. Sa ki punu me dijen tonë dhe që ki dit. Çfarë frike kam posët. Allah në përmisov gjenë. Ka dhe shumë qka ka përmendur ka imi, po tutna që me e përmend atërë stërzatët edhe shumë e ma shumë, aty ku ja kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtanit, tash vim të një kapitull që është shumë interesant, që pas 2 javë këj kapitull, që kena shumë nevoj për ta. Pasojat e gjinohëve. Dararud dhunub, pasojat e gjinohëve. Allah gjinohet ka nesë po nalojnë mu këfil. E kush dënë me marrë vështëtat jonë zararët e gjinohëve, inshallah ta'ala, sot 2 javë është me këtë libër, se javën sot 1 javë kena vazhdojmë me Omerin, radiallahu anhu, wa sallillahu ala nabina Muhammedin, wa ala alihi tayyibin at-tahirin.